Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahu xhelle xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj, të ndershëm vëllezër besimtar të pranishëm. Feja islame i ka dhënë rëndësi të veçantë humanizmit. Në çfarë do lloji qoftë ai, e ka vlerësuar, e ka çmuar, madje inkurajon në humanizëm të përgjithshëm. Ndërsa humanizmi ndaj faktorit njeri edhe më e ka çmuar. Prandaj sot do të flasim për një grup moshe të veçantë, e cila është ajka e shoqërisë, që feja islame i ka dhënë një konotacion shumë të veçantë. Do të flasim për respektimin e të moshuarve. Dhe arsyet janë të shumta që po e trajtojmë këtë temë, në radhë parë sepse kështu na porosit Zoti i Madhërisht dhe pejgamberi alayhis salam që shumë të respektojmë të moshuarit. Dhe në anën tjetër, duke marrë parasysh gjendjen globale jo të mirë të trajtimit të moshuarve, madje edhe në vendin tonë kemi përzgjedhur që sot të themi disa fjalë të cilat do t'jenë me lejen e Zotit inkurajuese për gjithë ne në raport me të moshuarit. E të moshuarit qofshin në cilësinë e prindërve, apo të axhallarëve, apo të dajallarëve, të farefisit apo edhe me të largët. Pra, sa më afër që janë të moshuarit, aq më tepër bie përgjegjësia mbi ne për kujdesin ndaj tyre. Të ndershëm vëllezër, vërtet çështja leximi i Kuranit, trajtimi i Kuranit sjell modalitete të ndryshme për vetëdijsimin ton. Zoti i Madhërisht në kapitullin e Rum, kapitullin e bizantinëve, e sjell një citat që ja përkujton rinijes etapat në për të cilat ka për të kalu. Për ta kuptuar se nuk do të qëndron gjithmonë i ri, por sa më mirë ta shfrytëzon rinin në favorin e tij dhe në respekt ndaj të tjerëve, e sidomos ndaj të moshuarve, pleqënia do t'i vijë mirë. Allahu i Madhërisht thotë kështu: Allahu alladhi khalaqakum min da'f. Allahu është ai i cili ju krijoi juve të dopt. Si foshnje, të dopt, pa forcë fare. Pastaj thotë: Thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa. E pastaj thot Allahu, pas kësaj dobësie ne e bëm të fuqishëm. Koha e rinis, muskujt, koha e muskujve, koha e forcës fizike. Por, me që kjo zgjat pak më shumë koha e forcës, këtu mund ta e ketë shpërdor një pjesë e shoqërisë ose e shoqërive. Tu mendu që gjithmonë do të jetë muskuloz, gjithmonë do të jetë i fortë, dhe harron që do të vijë koha e pleqërisë. Allahu thot: Thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba. E pastaj thot Allahu, pas kësaj force ju kthejmë prap në dobësi, që është pleqëria. Ju kthejmë në dobësi, që është mosha e pleqërisë. Pra, të ndershëm vëllezër, ky citat kuranor ngrit ndërgjegjen tonë, vetëdijsimin tonë, për të na kujtuar se edhe në këtë moshë që kemi ardhur, kushdo çfarëdo moshe që është, ka kaluar në për këto etapa, por kanë mbetur disa që të vinë, për ata që janë më të ri. Prandaj na përkujton Zoti i Madhërisht se deo mos atij që i bën e gjeli sabër, ai që është ymër gjatë, ka për të kaluar në për këto etapa, fëmijëria, koha e forcës e rinis, e pastaj koha e pleqërisë. Andaj, pra ky citat ngrit një vetëdijsim të përkushtimit ndaj atyre që tani më janë në kohën e pleqërisë. E gjithsesi të ndershëm vëllezër, që feja jon, feja e Zotit, mesazhet hyjnore, janë ato që më së miri trajtojnë këtë çështje. Prandaj dhe pejgamberi alayhis salam çështjen e përkushtimit dhe kujdesit ndaj të moshuarve e ka trajtuar si përkushtim ndaj Zotit. Tekstualisht kështu ka në hadithin e saktë. Përkushtimi ndaj të moshuarve është përkushtim ndaj Zotit të Madhërisht. Po jo vetëm kaq, por ka mesazhe profetike të cilat janë qortuese nëse personi ka të kundërtën.
Dhe thot pejgamberi alayhis salam, "Leysa minna men lam yarham saghirana." Nuk është nga radhët tona, nuk është edukate jona, nuk është porosia jona, pra po thot pejgamberi alayhis salam, ai që nuk e mëshiron fëmijën, wala yuqir kabirana, dhe nuk është prej neve, nuk është edukate jona profetike, ai që nuk e respekton të moshuarin. Wa man lam ya'lam li'alimina qadra, dhe nuk është prej neve ai që nuk ja din vlerën dietarit. Pra në këtë hadith, këtë mesazh profetik kanë ardhur 3 këshilla të arta. Pra, nuk është nga radhët tona, nuk është prej mësimeve tona, nuk është edukat ai që se respekton, që se mëshiron fëmijën. Çai bie me mëshiru fëmijën kur fëmiu gabon me mëshiru. Kjo kërkohet. Mëshirë ndaj fëmijët është thamë ndo kohë me eduku. Mëshirë ndaj fëmijët është mos m'ja leju ato që i bën dëm, e të ngjashme. Dhe e dyta është pjesë e temës tonë. Nuk është nga edukata jonë profetike, ai që se respekton të moshuarin. Dhe e treta, ai që nuk ja din vlerën dietarit, hoxhës, dietarit nuk ja di vlerën. Pra nuk është prej radhave tona dhe nuk është prej edukatës tonë. Andaj të ndershëm vëllezër, gjithsesi që në këtë rrafsh përfshin shumë çka, çështja e mirësjelljes, e trajtimit të duhur ndaj të moshuarve. Por unë po i numëroj disa çka do të ishte mirë, çka konsiderohet mirësi, bamirësi, sjellje e mirë trajtim ndaj të moshuarit. Në radhë të parë mirë trajtim fizik. I moshuari don mirë trajtim fizik. Çka i bën kjo? Me pastru, me pastru rrobat, me ushqy mirë prindin, gjyshin, axhen, dajen, kusherinin, kështu me radhë. Nanën, gjyshen, hallën, tezën, e kështu me radhë. Pra, mirë trajtim fizik. Po ashtu, me trajtu mirë në aspektin financiar, me i dhanë babës, gjyshit, jo me të lyp baba. Kur të vje puna baba me i lyp djalit, babën e këtë qitë për toke. Nuk është maj babë që është dinitas. Ai është baba që ty të karpute i këtu. Me pasunin e babës ti ke mri, pavarësisht ku ke mri. Mund t'jesh akademik, mund t'jesh multimilioner. Baba është shkaktar që je këtu. Mos e birë punën baba ose nëna, ose gjyshja, ose gjyshi me të kërku. Thjesht, merë pagën në zarf, jalete të shtrati. Kjo është mirë kuptimi. Jo me pru punën, sukur që ndëgjojmë shumë prind që ankohen, sepse ne e dim gjendjen faktike të pensioneve tek ne, edhe në anën tjetër i dim ne problemet që kemi pas me 100 vjet të smundjeve, traumave, e sa i dalin për ilaçe, për barna, një pension që është aktual prindit ose gjyshit. Ndërsa shpeshherë drekat e majme, ose darkat e majme të fëmijëve harrojnë që e kanë të moshuar, shpesh që i ka nevojë, edhe ai me vizitu dikon, edhe ai me bë çef, edhe ai me shumë mbaj, edhe ai me dal, edhe ai me shumë çabe, e të ngjashme. Mirë trajtim është të ndershëm vëllezër, pra dhurata ndaj prindërve, gjyshërve, të moshuarve, kënë kush kanë ata, dajallart e kështu me radhë. Mirë trajtim të ndershëm vëllezër është me i dhënë përparësi me fol. Pra është keq edukat me fol para të moshuarit. Ai flet, pastaj i riu flet. Ai hyn, pastaj i riu hyn. Pra nuk është edukat e mirë me hec para të moshuarit. I moshuari hec përpara, i riu hec mrapa. I moshuari ulet fillimisht, pastaj ulet i riu. I moshuari fillon ushqimin me hangër, pastaj fillon i riu. Këto janë edukata që na kanë përcjell gjenerat pas gjenerate. Të ndershëm vëllezër, këto duhet me i rujt, këto duhet me i çmu, sepse këto edukata na kanë pru neve në këtë gjendje që ne, pra me qëtë edukat, me këtë numër shumë të vogël që jemi, i kemi tregu, i kemi dhënë botës leksion, i kemi tregu që na meritojmë unë animu. Si ti hummi këto, atëherë i bie që na mbesmi pa vlerë, sepse numerikisht jemi pak. Prandaj duhet me i ru këtë vlera. Të ndershëm vëllezër, shumë çka do të kisha pas qef me thonë këtë ligjërat, këtë hutbe, po e di që koha është e limitune, po flas pak për frytet që i sjellja e mirë, edukata e mirë, mirë trajtimi i të moshuarve. Në radhë parë,
na ka përgëzu pejgamberi alayhis salam se ai që kujdeset për të moshuarin, Allahu ka me ndihmu dhe ka me furnizu. Allahu ka me ndihmu dhe ka me furnizu. Ata që kujdeset për të moshuarit. Në radhë parë thamë prind, gjyshërit, e pastaj edhe të tjerë që si kemë fare fes që në të largë mi respektu. Kemi theksu këtë pikë, ndoshta më shumë se njëherë, po ja vlen me përsërit. Falë Zotit, ne kemi edhe prezent të në xhami, po dhe nga shoqëria jonë, që kur ka qenë momenti duhur, e kalon gurbetin është kthy, sepse prindi ka pas vetë. Po flasmi sidomos në periudhën e para luftës të fundit, në vitet e 90-ta më herët. Ka punu një kohë në gurbet, e pastaj e kalon pra mërgatën, ka u kthy se s'ka kush i kqyr prind ose gjyshrit. Sot është një qasje tjetër, masovikisht po flas, jo me përjashtime, masovikisht është ndryshe. Të bëj unë zgjidhje e këtyne Zoti ja u boft çarën. Mos të harrojmë se kjo në hakmirët. Prandaj, fëmi i mirë, nip i mirë, është ai që i ka në hatër edhe re e mirë, nuse e mirë, është ai që i ka në hatër vjehrin. Të ndershëm vëllezër, për historisë tonë të ardhë po flas. Ka qenë nder në të kaluarën, jo shumë të lartë, po dhe të afërt. Ka qenë nder dhe respekt për një gru, kur i nda vëllezërit kunetet dhe me ta, domethënë kjo re i ka marrë vjehrin, i ka kqyr, është një nderune. E sot konkurohet që nga koha e fejesës, që një pjesë e madhe kur dalin mu pa, vajza e thëtë që unë nuk vi me prind të to, nuk jetoj me prind të to. Na jem ata prind që do të me pas kujdesin, mi eduku këto vajza, mi thonë që jo, ti dushmëni e nderune, sepse moralisht po flasmi tani, nëse derë me derë e kemi një këjshi, një fshi, një të mëshun, që se kemi mas para sfis, a nuk e kemi obligim moral me atë qelë derën, edhe më kujdes për ta, një i mëshun, plak ose plak, që e ka me të vetë, a nuk e kemi obligim moral? Po e kemi. Po mirë, po babën tem, edhe gjyshin tem, qysh po i bie kjo? E kush do ta këshyr ty babën tënë që e ke lanë edhe gjyshin? I bie vëllezër, na do të me eduku vajzat tona, sepse është bë fenomen kjo. Në kohën kur dalin trit mu pa, pik temën e parë kanë. Unë nuk du me jetu me prind të to. Edhe unë ju thëmë haptas, për thëmë këtu para media, që aty përfundohet çdo sen. Nuk nevojitet ajo. Nuk të vysë, edhe ty s'ka me të këshyrë. Ka me arë një moment që ty ka me të lanë në një kohë kur ti ki nevojë mas shumë të përgru. Duhet me eduku që prindi, respektimi i prindit, i të mëshurit është pjesë e jona, pjesë e karakterit e kulturës tonë. Pastaj të ndershëm vëllezër, ai që kujdeset për të moshuarin, ka hadith sakt, ka thonë pejgamberi alayhis salam, Allahu ka më çun pleçni në moshën e shtyne, dikush më kujdes për ta. Ai që kujdeset për të moshuarin, sa është i ri ose e re, Allahu ka më çun dikon më kujdes. E unë e them, kështu po jam mundu me analizu këtë thonit pejgamberit alayhis salam. Nëse kur kanë qenë njerëz vërtet shumë human në shoqërisë tonë, më kujdes për të moshuarit, prindë dhe gjyshrit, po në kohën tonë, kur është rrallukje çështje, kur është bë fenomen, atëherë i bie që ne do të me i dhanë zor më shumë, më kujdes në këtë kohë, sepse po ndryshojnë gjeneratat. Atëherë pra, nëse ne kujdesemi, pra të paktën ne si praktikues të fesë, si protagonist, adhurues të Allahut xhelel xhelal, ne do të jemi shembull ne do të jemi. Vajzat tona do të jenë shembull të ndershëm vëllezër. Gratë tona do të jenë shembull me kujdesin ndaj vjerrive, me kujdesin ndaj të moshuarve, e pastaj kam ja këshyr dikush prind të gruas atje. Pastaj të ndershëm vëllezër, nga frytet e kujdesit ndaj të moshuarve është se ata lutën, ata bojnë dua, prind, gjyshrit, axhallart, dejallart, lutën, e ne më shumë të kemi nevojë për lutjet e tyne. E llogaritni, unë mendoj kështu, që shumë prej të mirave na që i kemi pas luftës, jenë rezultat e duave të prindërve dhe gjyshëve tonë dhe t'jujt. Prandaj pra, duhet me shfrytzu këta. Të fundit që po e ceki për shkak kohës, është se prej fryteve që i vjelmi nga kujdesin ndaj të moshuarve, është se një shtëpi që ka të moshuar, ajo shtëpi është e bekuar. Ajo është me bereqet, ajo është me begati. Dhe studimit flasin se shumë prej shtëpive me vdekjen e të moshuarit, vdes çdo bereqet atë shtëpi. As hin kush mund ato, as nuk del. Edhe kjo është gjendje faktike që ne e shohimi. Prandaj të ndershëm vëllezër,
kujdesi pra ndaj të moshuarve është vlerë, është mirësi, është afrim te Zoti, është afrim i antarëve, është moral e kështu me radhë. Lutim Allahun xhel xelaluhu që të na mundëson që të kujdesemi ndaj të moshuarve, të respektojmë dhe të nderojmë. E them këtë që ndëgjuat, kërkoj falje për vetvete për ju, kërkoni edhe ju falje sepse Allah është falësimtar. Të ndershëm vëllezër të pranishëm. Sigurisht që për çdo temë ka një faktor që na nxit me fol. Unë këtë temë me çefe kisha bën shumë hutbe, por një prej shkaktarëve, sebepçarëve që më kanë nxit me fol është zarfa e mërgjimtarit. Zarfa e mërgjimtarit. Në radhë parë lutem për ta. Zoti shpërbleft, nuk e di kush janë, Zoti shpërbleft për punën që e bajnë, por në anën tjetër po na sjellin shumë emocione. Nuk e pas me ditë që vërtet shoqërinë tonë ka si të moshuar që e lën nënën vet ose babën vet edhe ai jeton në pallat. Nuk e pas me ditë që ka kështu. Zarfa mërgjimtarit po na tregon që ka përplot nëna të cilat po dalin në lot me sy e uroj që mos të ketë namaz falës, se ai kam frikë që ai vjen falet badihava tani. Nëse çështo është gjendja e prindve të tij, namazi i tij te Zoti është shumë kontestues. Edhe haxhi, edhe Ramazani kështu me radhë. Pra të ndershëm vëllezër, gjendja arsye që unë po e foli këtë temë është gjendja globale, por edhe gjendja në vendin tonë. Nuk është gjendje e kënaqshme në raport me kujdesin për të moshuarit, për prind, për të afërmit që i kemi, cilët janë, pra ne jemi përgjegjës për ta. Prandaj të ndershëm vëllezër, pra kemi nevojë kohë pas kohe se muji tetor që e dini është përcaktuar si një prej datave, muji i përkujtimit të vlerësimit të moshuarve, por ne nuk e kemi për këtë. Ne e kemi pra kohë pas kohë m'ia kujtu vetvetes, edhe juve dhe komunitetit se populli jon, shoqëria jon janë njoft për të mirë për përkujdesin ndaj të moshuarve. Andaj të ndershëm vëllezër, pra fillim e mbarim, krejt çka kemi na, rezultati janë prind tonë dhe gjyshrit tonë, edhe stër gjyshrit tonë. Prandaj është haki joni më kujdes për ta se janë gjallë, haki joni mos mi harru pas vdekjes tyne më lut për ta, edhe me dhënë për ta, me qëllim që kur të mplakmi ne, nëse mplakmi, më na i çu Allahu dikon më kujdes për neve dhe ndjersën e mundit tonë mos më na i keq përdor gjeneratat që vinë pas neve. Lutim Allahun xhel xelaluhu që të na bën të hajrit, të dobishëm, të na përdor për mirë, të kujdesmi për prind, për gjëshër, për të moshuarit. Lutim Allahun xhel xelaluhu që ta përmirëson familjen tonë, të juaj në shoqërinë tonë, të na udhëzojnë në rrugë të drejtë. Allahu t'i pranon prej neve dhe juve dhe prindëve tanë, gjyshëve së të gjyshëve të gjitha veprat e mira. Allahu i falë ata, Allahu i mëshiroft ata, Allahu i paguft për mundjen dhe sakrificën që kanë bërë. Lutim Allahun të shëron të smuarit tanë dhe të mëshiron të vdekurit tanë.